Nuk besoj që dorëheqja e tij është e sinqert, ai ka ende pozita të fuqishme aty, edhe me vetë faktin që është edhe kryetari i komunës, edhe antari i Këshillit Përgjithshëm, edhe delegati i kuvendit, pra nuk ka ofruar dorëheqje nga gjitha pozitat. Unë mendoj që thjesht nuk ka ndryshuar diçka esenciale krahasuar me para 28 dhjetorit. Nuk ka diçka në ndryshim. Unë e pata kërkuar dorëheqjen e Abdigjikut kur dha dorëheqje me Emli Krasniqi dhe i humbi LDK-ja 2 komuna, në zgjedhjet lokale. Pra, dhe unë kërkova dorëheqjen e tij sepse nuk ishte problemi 2 komuna, po ishte problemi trendit, i tendencës. LDK-ja po shkonte te poshtë dhe duhej ndalur kjo duke ofruar dorëheqje. Pra, ishte një humbje LDK-s, një zvoglim, dhe ishte udhës që ai t'jepte dorëheqje, atëherë do të kalonin gjitha këtë probleme pa përplasje. Por që atëherë asnjërin nga këta, pra as Simri Ahmeti, as Abdullah Hoti, as tjertë, nuk e kërkuan gjë të tillë. Pra, nuk ka ndryshuar diçka esencialisht prej zgjedhjeve lokale të vitit kaluar deri më 28 dhjetor.